Një projekt ndërkombëtar jo qeveritar, i financuar nga Fondacioni Shoqëria e Hapur Soros, e rendit Shqipërinë në drejtimin e kryeministrit Edi Rama si vendin me rritjen më të lartë të indeksit të demokracisë në Europën Juglindore. Në raportin Indeksi i Transformimit, përgatitur nga qendra Bertelsmann Stiftung, thuhet se reformat e udhëhequra nga Edi Rama dhe Partia Socialiste për të luftuar krimin e organizuar dhe për të forcuar zbatimin e ligjit, kanë përmirësuar autoritetin shtetëror, sundimin e ligjit dhe performancën e institucioneve demokratike. Kryeministri Rama ndau në rrjetet sociale rezultatet e këtij raporti, duke theksuar se zhvillimi i demokracisë në Shqipëri ka zgjatur trajektoren pozitive dhe ka arritur nivelin më të lartë deri më sot. Megjithatë, këto vlerësime bien në kundërshtim me kritikat për gjendjen reale të demokracisë në vend. Sipas analizave, Rama kontrollon qeverinë dhe parlamentin, ndërsa ushtron ndikim të fortë mbi sistemin gjyqësor. Raporti përfshin periudhën 2024-2026, gjatë së cilës Shqipëria zhvilloi zgjedhjet parlamentare të vitit 2025, ku Partia Socialiste siguroi mandatin e 4 të qeverisës. Vëzhguesit e OSBE o dëhirit raportuan se partia në pushtet përfitoi nga përdorimi i gjerë i burimeve administrative dhe se pati akuza për presion mbi votuesit, veçanërisht ndaj punonjësve publik. Po ashtu, Komisioni Evropian theksoi se gara zgjedhore nuk ishte e barabartë dhe se ndikimi institucional e bëri të paqartë ndarjen midis shtetit dhe partisë. Referuar këtyre gjetjeve, niveli i demokracisë në Shqipëri nuk rezulton në përmirësim, por përkundrazi paraqet probleme serioze. Për të kuptuar diferencën mes raportit dhe realitetit, boldnews.alt verifikoi organizatën që hartoi raportin. Sipas faqes zyrtare, Bertelsmann Stiftung mbështetet në bashkëpunimin e rreth 300 ekspertëve dhe analizon proceset e transformimit demokratik në botë. Raporti është pjesë e projektit Formësimi i ndryshimit, strategjitë e zhvillimit dhe transformimit, i financuar nga Fondacioni Shoqëria e Hapur Ballkani Perëndimor, Soros. Për Shqipërinë, ekspertja kryesore është akademike Arolda Elbasani, e mbështetur nga Sejmir Elbasani, ekspert ekonomie.